Një grup kriminal me qendër në Bullgari, i dyshuar për vjedhjen dhe trafikimin e mirave artefakteve kulturore në të gjithë Evropën, është goditur rënd nga operacioni i gjerë ndërkombëtar i koordinuar nga Eurojust dhe Europol. Autoritetet nga 6 vende kryen një aksion të sinkronizuar që çoi në arrestimin e 35 anëtarëve të grupit dhe kontrollin e mbi 125 lokacioneve, ku rikuperuan mbi 3000 objekte me vlerë të çmuar, një sasi që vlerësohet mbi 100 milion euro. Në total, vlera e madrave të vjedhur arrin deri në 870 milion euro. Hetimet nisin në vitin 2020, kur pas mbastisjen në shtëpi në Bullgari, autoritetet sekuestruan 7000 objekte kulturore me rëndësi historike. Në koleksion përfshirëshin maska, artefakte ushtarake, bizhuteri, vazo dhe kupa nga civilizimet trake dhe grego-romake, disa prej të cilave datonin që nga viti 2000 para erës sonë. Mungesa e dokumentacionit për shumë prej objekteve ngriti dyshime për origjinë të palishme, duke hapur rrugën një hetimi të thelluar ndërkufitar. Në mesin të arrestuarve është edhe një objektiv me vlerë të lartë HVT, i dyshuar si organizatori kryesor i rrjetit. Ai mendon se financonte gërmime të palishme në Bullgari dhe vende fqinje, duke përdorur grupe grabitësish lokal që punonin për të. Grupi përdor të gjithashtu dokumente të dyshimta, të lëshuar nga shtëpia në Kandesh dhe galeri arti në Francë, Gjermani, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të legalizuar objektet e trafikuara. Gjatë hetimeve u zbuluan lidhje me individ në disa shtete evropiane, çka çoi në bashkëpunimin e autoriteteve të 7 vendeve dhe në planifikimin një dite të koordinuar veprimi. Me 19 nëntor, Eurojust koordinoi nga Haga operacionin ku në Bullgari u arrestuan 35 persona dhe u kontrolluan 120 vende. Kontrollet e tjera u zhvilluan në Francë, Gjermani, Greqi dhe Shqipëri. Përveç mirave e artefakteve, autoritetet sekuestruan gjithashtu monedha antike prej ari dhe argjendi, vepra arti dhe objekte të tjera arkeologjike, dokumente të dyshimta dhe pajisje elektronike, mbi $50.000 në para të gatshme dhe art të destinuar për investime. Hetimet në rrjetit kriminal dhe artefakteve të trafikuara do të vazhdojnë ndërsa autoritetet janë duke identifikuar origjinën dhe pronësinë e objekteve të sekuestruara. Aksioni u realizua nga një numër institucionesh të drejtësisë në Europë, përfshirë edhe SPA.